dijen politike, po a ekziston homo politikus në elitën kosovare politike, dyshoj shumë. Kurse nëse i përkthej referohemi burimeve homo sapiens, atëre është ajo që tha profesori në fillim, që njeri është gjys njeri vedishëm, gjys shtas, madje në ndërdijen e tij është shumë thjesht më shumë shtas se sa njeri, që udhiqet nga instinktet, nga një ego e lindun, sepse ego nuk fitohet, po lindet nga libido, dhe të mos futemi tash në psikoanalizë, me fjalë tjera, vështirë është të quhen njerëz shumë me respekt, çdo respekt për një pjesë të atyre njerëzve, po megjithatë deputeti zgjidhet si përfaqësues elitar i popullit, që përfaqëson merr votat, delegohet interesat e popullit dhe zërin e popullit. A janë këta të tillë, a janë ma shumë numra, unë e them që janë ma shumë numra, në dur të udhëheqësve politik që i përdorin si instrument për interesat veta, kogja të ngushta meskine. Dhe nëse i referohemi deklaratës të presidentes në këtë rast, që thot që të gjeni mënyrë të kapërcimit, që do më thonë ligjet me një farë fjallet mos ju bëhen pengesë, kjo besoj se është një mesazh shumë i rrezikshëm, se t'ju thushti deputetëve që kanë fituar votat, janë certifikuar dhe kanë ardhur betohen në kuvend, t'ju thush që jo mundi me shkel ligjin sepse ju jeni tash deputet, qysh ditën e parë të kuvendit, është një mesazh tepër i rrezikshëm që përçohet ashtu e keni lexuar ju? Te audienca. Po ashtu është sepse paragrafi në vizuar, presidentja thot që normat kushtetuese që ndërlidhen me themelimin e institucioneve shtetërore që burojnë nga vota e popullit, duhet të interpretohen në atë mënyrë që të jetësojnë e jo të bllokojnë themelimin dhe ushtrimin efektiv të funksioneve. Do me thonë, me fjalë tjera në këtë rast, me fjalë tjera në këtë rast, të interpretohen sipas dëshirave t'juaja dhe jo sipas germes të kushtetutës. Kushtetuta është ligj, është akti superior ligjor i një veni, dhe ligjet derivojnë që masanej i spjegojnë gjansesht dhe i trajtojnë fenomenet ndryshme, të cilat e përkufizojnë shtetin si një qenje funksionale juridike, në këtë rast edhe demokratike. Tash nëse ne i njurojmë... Ndrëm kemi patur një debat dhe është thënë që juristët se cilin paragraf të kushtetutës nëse ndalen dhe interpretojnë aty se cili mund gjej diçka, që pastaj një farforme ta përdor për blokatë. Po jo, po se si e lexon. Po nuk është më kushtetuta, ligjet nuk janë letërsi, nuk janë romane që t'interpretohen si mas logjikës të Umberto Ecos, të veprës të hapun, që t'hy shka dush dhe dali shka dush. Jo me janë gjana taksative që regulojnë jetën. Taksativisht diçka thot, ke drejt, që të s'ke drejt, që të do të bësh kështu, që të do të mëse bësh kështu. S'ka që ka interpretohet aty. Në këtë rast. Tani, kushtetuta thot që në momentin që certifikohet, nuk mund të ushtroj detyrë ekzekutive. A përshë pra? Jo momentin që të certifikohet. Pare se të certifikohet. Po, një ditë para certifikimit. Qashtë pra? A është e mundur që një ditë para certifikimit, ose ditën kur të certifikohen, të formohet me njerë qeveria e re, sepse logikisht nuk mund të lësh shtetin pa qeveri, opozita pa opozita. Jo, nuk është, falë, nuk është shteti pa qeveri. është qeveria në detyrë, që vazhdon punën. Janë njerëz qeveritar që kanë pas ambicje të bëhen deputet. Janë tjerë që s'janë deputet. Prej zavens kryeministrit, e plot zavens ministra, e plot staf tjetër që mund të vazhdojnë funksionimin e shtetit. Nuk është e tillë bashkëbardhëzi. Po, fryma kushtetutës, do kushtetuta obligon legjislativin që mënitarme me ba një ligj për qeverinë. Ai ligj është bë ligji 2022-ën, është fuqi. E ka nënshkru presidentja, nëse ka arru. Dhe ai ligj thot kështu, do me thonë, që
para se të certifikohen, para se ta japin betimin, deputet duhet japin ndërheqje. Është një ligj tjetër dhe para ati që ka qenë fuqi, dhe që presidentja po ashtu e thot, në 31.1 ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit, që ju referohet zyrtarëve të lartë. Para gjitha zyrtarëve të legislativit dhe ekzekutivit, thot zyrtari i lartë, në legislativ dhe ekzekutiv, parafërsisht po e parafrazoj, nuk ka të drejtë t'i mbaj 2 pozita të zyrtarit lartë. Para se ta merr një pozitë zyrtarit lartë, duhet jap ndërheqje nga pozita paraprake. Por Ministri i Drejtësisë mbrëm këtu ka thënë që e kanë bërë këtë akt, kanë dhënë ndërheqje, para se të shkonin në seancë. Po atëherë le të më falë Ministri i Drejtësisë çka kërkon të sot mbledhjet qeverisë. Nëse ka dhënë ndërheqje dhe s'është më Ministri i Drejtësisë. Edhe Ministri i Ekonomisë aprovoi 10 milion pare për kecin, për elektroenergjin. Atëherë kjo qysh nesër do duhej mu përballë me tuesin, sepse ajo është akt jo ligjor, nëse është ndërheqja, ai s'ka drejt me shkru akt ekzekutiv me cilën jep paret e shtetit, paret e tatim paguesve, dikujt. Tani këtu ka përplasje mes kushtetutës dhe ligjit. Po lexojmë vërtet si nuk marr përgjegjësi juridike sepse të jam korrekt edhe me opinionin, unë nuk jam jurist, mund të bëj edhe gabime, por duke u bazuar në kushtetutën tonë të Kosovës, dhe duke u bazuar në përvojat e deritanishme, qeveria jap ndërheqje në momentin e shpërndarjes së parlamentit, që ishte data 23 mars, apo? Kanë mirë, po në këtë rast të ne, kjo qeveri ka qenë në mandat të rregullt. Pasi ka përfunduar. Mandatin 4 vjeçar e ka përfundu. Në momentin që ka përfundu mandatin, kjo qeveri konsiderohet qeveri në detyrë. Me automatizëm.